Në këtë rast, cilat janë ato grupe kryesore që janë kundër vënë në heshtje Edi Ramës, gjithse ju i përmendët deri diku, dhe a ka kapacitete të tilla politike Elisa Spiropali për të goditur Edi Ramën brenda Partisë Socialiste, dhe këto konflikte a shënojnë, po themi, fundin e Edi Ramës, apo janë thjesht ngacmime të vogla që nuk tregojnë asgjë në thelb? Fundi i zotit Rama politikisht për mendimin tim ka ardhur me kohë, nuk është se është tani një konflikt i tillë se dhe sjell si pasojë mbarimin politik të zotit Rama. Zoti Rama përpiqet të marrë frenat e Partisë Socialiste në të gjitha aspektet. Pra, në 11 maj ai bëri një betejë, pavarësisht se në betejë kishte edhe zotin Veliaj pjesë të lojës, se ai ka qenë në pothuajse në gjithë atë që ne themi rastin e konflikteve, debateve. Partia Socialiste jam unë që i Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian, Partia Socialiste me Edin do shkoj përpara. Pra, e gjitha kjo të jep si mesazh kuptimin që poshtë Edi Rama gjithçka mbulohet dhe është shumë e qartë për Partinë Socialiste. Por, ne duhet kemi parasysh diçka. Partia Socialiste në këto momente që jemi është në një, do thosha, konflikt me veten. Pse konflikt me veten? Sepse zoti Rama në 2022-2025 kishte vendosur një person të posaçëm në prokurorinë e posaçëm, quhet Altin Dumani. Na pëlqen, nuk na pëlqen, ai e vendosi atë. Pse e vendosi atë? Dhe tek ju e kam thënë këtë gjë. Zoti Dumani nuk ka qenë amerikan, ka qenë socialist. Zoti Dumani ka marrë aprovimin e zotit Rama për zotin Ahmetaj në konferencë televizive dhe ai thjesht bën një praktik procedurale që shkoi në parlament dhe mori një autorizim duke shkuar tek Maja. Por, mos harroni një fakt tjetër. Zonja Balluku është skandali më i madh për Partinë Socialiste dhe për njerëz që të cilët kanë bashkëpunuar me zotin Rama dhe kanë marrë në qafë Partinë Socialiste. E them këtu për socialistët e ndershëm të cilët nuk përfitojnë nga korrupsioni atyre që dyshohen që kanë bërë korrupsion. Për ato njerëz të cilët besojnë akoma tek Partia Socialiste, po besoj se do zhgënjehen shumë shpejt. Por e vërteta është kjo, që zoti Rama përpiqej të marrë frenat e Partisë Socialiste, sepse Partia Socialiste ka një origjinë, vjen nga 1944 në vazhdim. Pra ka njerëz që brenda saj akoma besojnë në verin. Ka njerëz që brenda saj akoma besojnë se ka fraksione të pa deklaruar brenda Partisë Socialiste. Dhe pikrisht dy fraksione të qëndrueshme të heshtura brenda Partisë Socialiste rrezikojnë zotin Rama. Fraksioni më i rrezikshëm në Partinë Socialiste, për mendimin tim, është fraksioni Nano. Pse them fraksioni Nano? Ajo çfarë Fatos Nano ka lënë në trashëgiminë e tij për Partinë Socialiste. Dhe fraksioni i dytë është zoti Ruçi. Mos ta lejmë pa një fraksion. Dhe besoj se zoti Ruçi, por edhe zoti Xhafaj kanë bërë një kontakt, një pik lidhje midis tyre për të arritur një presion ndaj zotit Rama që po ti ke pushtetin, por ti synon të marrësh Partinë Socialiste. Zoti Rama ka marrë pushtetin, po jo Partinë Socialiste. Duhet ta keni parasysh këtë gjë dhe mos ta leni pra në fazën e studimeve politike jashtë kontekstit Partinë Socialiste. Zoti Rama tani e tutje nuk po lufton për qeverinë, se ka nga 2013 në vazhdim, por zoti Rama po përpiqet të marrë Partinë Socialiste në ai vet, sepse pikrisht në 11 maj ai tha me Edin Partia Socialiste. Pra, vendosi partinë si individ dhe e futi dhe e bëri lidhjen midis zotit Rama dhe Partisë Socialiste. Pra, ajo çfarë zoti Rama akuzon vazhdimisht Partinë Demokratike dhe Sali Berishën, ju të ta shikoni që zoti Rama nga 11 maj në vazhdim
përpiqet të marrë Partinë Socialiste. Pse po e them këtë gjë? Sepse Partia pse nuk e ka marrë, pse nuk e ka marrë enda ai që e ka mbushur me gjithë sektin e tij të rilindjes? Sekti i rilindjes përfiton nga pushteti. Partia Socialiste ka bazën komuniste, pra Partia Socialiste ka individ të cilët shumicën e rasteve besojnë se Enveri është akoma tek Partia Socialiste. Po këta individ, Zoti Rama nuk i merr si Zoti Rama, i merr të trashëguar. Pra, i merr nga trashëgimia politike që kalon Partia e Punës. Por këta individ nuk janë se mbështesin drejt për së drejtë rilindjen. Rilindja e Zotit Rama ka përfituar që përmes Partisë Socialiste ka fituar besimin e Zotit Rama duke marrë pushtet ekzekutiv nga vota i qytetarëve shqiptar. Pra, duhet të ndajmë dy gjëra të ndryshme. Partia është gjë tjetër dhe pushteti është gjë tjetër. Mos harroni një fakt tjetër. Zoti Rama erdhi me emrin rilindje në 2013-ën? Po. E pa që rilindje 2013-ën nuk po ngjiste tek socialistët dhe në 2017-ën Zoti Rama vendosi Partinë Socialiste në singlën kryesore, e la me një anë rilindjen. E mani mend ju Zotin Rama të përmendi rilindjen e dështuar? Jo, sepse Zoti Rama bërë një shkëputje të shpejtë. Pra, një ngjitje të shpejtë tek rilindja, me janoi Partia Socialiste dhe bërë një shkëputje të shpejtë nga rilindja dhe u rifut tek Partia Socialiste dhe nga 2017-a, 2021-shi, 2025-a, Zoti Rama vazhdonte me Partinë Socialiste, sepse Zoti Rama përdori mekanizmin ngjitje, shkëputje të menjëhershëm nga rilindja. Dhe sot nuk qeveris Partia Socialiste, qeveris rilindja. Pse? Sepse për zgjedhje që bën Zoti Rama, thot, dhe gjoni çfarë ndodh në politikën e Zotit Rama, dhe këtë duhet ta kuptojnë shumë socialistët. Thot Zoti Rama, socialistët i kem të sigurt, dhe i kam të sigurt. Nuk është se mund të negocoj me ta, sepse ata do votojnë, edhe si kur të kenë në shpinë e tyre buke djathtë, krip për të hëngër, sigurisht që ata do të votojnë Partinë Socialiste se e urrejnë Sali Berishën dhe Partinë Demokratike. Por unë, duke i keq përdorur ata gjithmonë do të jenë me mua, autorin e dhunës. Dhe në fund fare, ai merr çdo person sepse e din shumë mirë që i ka të sigurt ata të cilët votojnë Partinë Socialiste. Në rast se një socialist do të vendosi veten në një pozitë reflektimi, do të kuptoj që kur partia i thot prit tani sepse do vi momenti, jo pra të kaloj një moment i dytë, jo prit edhe diçka tjetër, jo edhe diçka ashtu, pra jo do vi momenti se prit partia, se kemi këte, jo qeveria, jo spaku, sepse dikur Zoti Rama në 2013-2017 thoshte tek socialistët, shiko, nuk mund të fus njerëz në punë se kam LSI nga krau tjetër. Ky ishte një mashtrim publik, sepse Rama në të vërtetë ai qeveriste, por Partia Socialiste dhe socialistët thonë, ja, tiki LSI-ja. Iku LSI-ja, e mori vetë Rama, thot, tani po rregullojmë shtetit, prisnin pak derisa tikin këto të LSI-s. U fut spaku në lojë. Thënë, tani nuk fusim njerëz në punë ashtu si mendoni këtu, ju sepse tani kemi spakun. Dhe Rama mashtroi socialistët e vërtet për pushtetin dhe futi rilindasit, të cilët e shkatruan totalisht Partinë Socialiste, sepse ishin të drejtë për drejtë të lidhur me Edi Ramën. Prandaj, e gjithë kjo duhet të analizohet qartë, që të kuptojnë socialistët e vërtet janë viktima e kësaj gjendje që është Partia Socialiste. Por Zoti Rama është i mbaruar për shkak se në çdo moment që të zgjohen socialistët e vërtet, dhe ata të cilët besojnë tek Partia Socialiste, ata e largojnë Zotin Rama, sepse Zoti Rama po i shkakton një dëm të madh Partisë Socialiste, se qëllimi i Zotit Rama nuk është pushteti që ai ka sot, është qëllimi që ai të marrë gjithmonë me certifikat pronësie Partinë Socialiste, siç themi her pas here që thua Partia Demokratike ke Barës Sali Berisha, thua Sali Berisha
barzë Partia Demokratike. Këtë gjë do të synoj zoti Rama, se do të kopjoj modelin që ai pothuajse e urren. Nuk e urren, pavarësisht se i ka nostalgji për Sali Berishën, mënyrën se ai edhe pa pushtet frymëzon, ende pa pushtet mbush sheshin, ndërsa Rama pa qenë në pushtet nuk mbush dot një sallë, jo më të mbushi sheshin në rast se do rikthehet në opozit. Dhe do vi moment që do rikthehet në opozit. Po se si do kthehet në opozit, mbetet për t'u parë. Po këtu do jemi edhe do ta diskutojmë edhe këtë fakt. Si mendoni, sipas jush, cili është ai grup që mund ta godas më fort Edi Ramën brenda Partisë Socialiste? Grupi që unë mendoj që do të godasë zotin Rama brenda Partisë Socialiste është grupi Xhafa. Grupi Xhafa do të mbaj një qendrim shumë diplomatik, por me goditje prapa shpine ndaj zotit Rama. Sepse grupi Xhafa, mos harroni, që komandon pjesërisht reformën në drejtësinë që zoti Rama krenohet. Zoti Rama nuk krenohet për drejtësinë që thot ai që e ka normuar edhe ai krenohet sepse ai ka bërë gjithçka. Por reformën në drejtësi e ka bërë zoti Xhafa. Pra, zoti Xhafa është ai i cili ka lidhjet me sistemin aktual të drejtësisë. Dhe ai person përpiqej në këto momente që flasim të japi një mesazh zotit Rama që krenaria që ke ti për drejtësinë e re nuk është drejtësia jote, sepse ti nuk e ke haberin për drejtësinë, se një copë piktori ke qenë, por e vërteta është që zoti Xhafa e mban zotin Rama në presion. Zoti Rama tentoi vazhdimisht që zotin Xhafa në 2021 ta skualifikonte nga politika, por zoti Xhafa me grupin Veliaj organizoi një rezultat spektakolar që zoti Rama nuk kishte çfarë të bënte dhe zoti Xhafa është ende në parlament, mos gaboj, sepse dikush më thot mase nuk është, por ai është edhe ka qëndruar në parlament në krahasim me zotin Ruçi, i cili nuk është në parlament, por është pjesë thelbësore të asaj që ne themi tek Partia Socialiste. Dhe aleanca e të vjetërve në Partinë Socialiste momentalisht është e goditur nga zoti Rama, për arsye se të disa djemë të një deputete të mëparshëm ka dhënë sa PPP, të një tjetër ka dhënë PPP, të një tjetër ka bërë dhe PPP. Pra, duke parcelizuar PPP-t në favor të disa familje, bëri që familjet mos të interesohen për Partinë Socialiste. Por tani jemi në momentin kur nga këto PPP-t, këto familjet po shikojnë që përfundojnë të gjithë në SPAK. Dhe thënë këto familje, ore, jemi në një moment që po, kemi fituar PPP nga Rama, kemi bërë që kemi bërë, kur kemi qenë pushtet, po tani erdhi momenti që shpinë tonë socialiste, pra komuniste, Partisë Punës, socialiste sot, duhet ta mbrojmë. Dhe tani do futen të gjithë këta në sulm ndaj zotit Rama.